Pacientët me sëmundje tumorale në Spitalin Onkologjik në QSOT po përballen me kushte njerëzore dhe metoda mjekësore të prapambetura që rrezikojnë drejt për drejt jetën e tyre. Gazetari Osman Stafa tha se trajtimi i kimioterapis kryhet në mënyrë primitive, duke i lënë pacientët për orë të tëra në karrige dhe duke përdorur teknika që bota e zhvilluar i ka braktisur prej dekadash. Një nga problemet më flagrante të ngritura është mungesa e pajisjes Portoketh, e cila shërben për të mbrojtur venat e pacientëve gjatë kimioterapisë. Sipas Stafës, në spital përdoret ende metoda intravenoze, e cila siç është vërtetuar shkencërisht, shkakton kalcifikimin e venave dhe i nxjerr ato jashtë përdorimit, duke çuar pacientin drejt fatalitetit. Kjo ndodh ndërkohë që zgjidhja moderne, porti që vendoset në venën kryesore, eliminon këtë rrezik dhe lehtëson trajtimin. Përveç kësaj, mungojnë edhe sheringat elektrike, pompat e infuzionit, pajisje thelbësore për administrimin e saktë të kimioterapisë, trajtime të cilat duhet të zgjasin me orar të përcaktuar, si 6 apo 8 orë. Në onkologjik administrohen me sy nga stafi infermieror, duke hapur serumet standarde pas një garanci për saktësinë e kozgjatjes dhe dozës. Pacientët detyrohen të qëndrojnë për orë të tëra ulur në karrige, në një situatë që përshkruhet si e padurueshme dhe e rrezikshme. Stafa thekson se kjo gjendje alarmante përfshir mungesat e frikshme të medikamenteve, është dokumentuar prej të paktën 6 vitesh dhe është konfirmuar edhe nga një raport i kontrollit të lartë të shtetit, i cili flet për një skandal.